në arritur në standardet larta të zhvillimit ekonomik e shoqëror. Tashmë është vërtetuar se Shqipëria është e bartës e krishtërimit dhe Iliriku mbetet rajoni ku besimi i ri i asaj kohe gjeti mbështetje dhe përhapje gjerë në shumë vendbanime evropiane, nga Balltiku e deri në fundin e Gadishullit me të njëjtin emër. Sot është bërë fakt i padiskutueshëm vendi që zë Shqipja, një në 3 gjuhët më të vjetra të planetit Tokë, e mbase e para në botë, në rajon e më gjerë, sa i përket lashtësisë dhe veçanërisht të kohës kur kjo gjuhë hyjnore është shkruar dhe ka përhapur dije në të gjitha fushat. Me këte kontribut të jashtëzakonshëm e mira vjeçar, gjuha jonë e shkruar ka ndikuar në zhvillimin e popujve dhe përhapjen e diturisë të kulturës në shumë vende që sot krenohen me arritjet kulturore e shkencore në kontinentin evropian. Jam krenuar kur kam lexuar për herë të parë që mbi shkrimet e Truskën në Itali marrin kuptim mendimin e gjuhës shqipe. Jam emocionuar kur lexova një analizë të një historianit Sardenjës për librin Sardët kanë folur shqip. Jam gëzuar shumë ku kam mësuar se mbi shkrimi i Gurit Lemnosit në Greqi nuk ka nevojë për përkthim, por merr kuptim të vërtet mendimin e gjuhës hyjnore shqipe. Kam një vërejtje për kohën e krijimit të shtetit parë në trojet e të parëve tanë. Për ditë më shumë po dalin dritë fakte që vërtetojnë se ilirët nuk kanë qenë fise, siç disa vazhdojnë edhe sot të trumbetojnë. Shoqëria ilire ka qenë e mirë organizuar, e qytetëruar dhe emancipuar. Ilirët edhe para erës së re kishin shtetet e tyre të fuqishme me të cilat i bën ballë pushtimeve të huaja të kohës. Pra, themelet e shtetformimit duhet t'i kërkojmë shumë më herët se viti i largët 1190, viti i shtetit Arbërit. Duke vlerësuar veprimtarinë e rrënjve tona, në vitin e largët 2021 i kam dhuruar trungun gjenealogjik të familjes Skënderbeu, të cilën drejtuesit e kësaj akademie e publikuan në një simpozium të atyre viteve, dhe për këtë i falënderoj. Me vlerësimin më të lartë edhe sot për punën e tyre advetare shkencore, i ftoj disa nga veprimtarët e saj në Kuvendin Kombëtar Shqiptar të 2 maj 2026. Gjithashtu, ftoj drejtuesit e Akademisë të Rrënjët tona të bëhen bashk organizator të veprimtarisë shkencore me titullin Kapedanët e Revolucionit Shqiptar të vitit 1821. Ju falenderit e suksese.